Qeveria amerikane ka pezulluar lëshimin e vizave për emigrantët në të gjithë botën për momentin. Sipas prestigjozës britanike Financial Times, Departamenti i Shtetit po shtyn takimet e planifikuara për të ofruar zyrtarëve konsullor trajnim të thelluar se si të shqyrtojnë aplikantët që ka të ngjarë të kenë nevojë për ndihmë qeveritare. Ata me takime të konfirmuara intervistash në ambasada dhe konsulatat amerikane thuhet se kanë marrë emaile që informojnë se takimet e tyre do të ricaktohen në një datë të re. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha për mediat britanike se një Amerikë më e bekat do të thotë sigurohesh që aplikantët për vizë të mos bëhen barë për publikun, siç përcaktohet në ligjin dhe rregulloret e SBA-s, dhe të mos bëhen të varur nga përfitimet publike të rezervuara për amerikanët. Departamenti nisi një iniciativë globale trajnimi këtë muaj për të siguruar që të gjithë zyrtarët konsullor të jenë plotësisht aftë për vlerësuar në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të vazhdueshme çdo aplikant për vizë. Departamenti nuk specifikoi se kur do të zhvillohen takimet. Ndërpreja vjen një javë pas një humbje për qeverinë amerikane të gjykatës. Gjykatësia federale Janet Vargas javën e kaluar rrëzoi pezullimin e aplikimeve për emigracionin nga 75 vende kryesisht më të varfra, të cilin Departamenti i Shtetit e kishte njoftuar në janar. Masa, theksu gjykata, anashkalon fuqinë diskrecionare të dhënë ka Kongresi konsullatave në lidhje me vizat. Në të njëjtën kohë, Washingtoni përmerr masa të ashpra ndaj mbajtësve të vizave turistike dhe të biznesit. Departamenti i Shtetit njoftoi të martën se qeveria synon të revokojë vizat e mira të huajve në një përpjekje për të luftuar mashtrimin. Të prekurit janë njerëz që kanë hyrë në vend me një vizë turistike ose biznesi dhe më pas kanë aplikuar për azil.